Mjeku çudit botën. Speci djegës trajton këto 4 sëmundje. Ja kush duhet i konsumojë menjëherë. Speci djegës është një fryt i një bimëve që i përket gjinisë Capsaicinium, nga e cila vjen edhe lloji i ndryshëm i specave. Është një ushqim i pasur me veti të dobishme për organizmin tonë. Në fakt, fal capsaicinës, alkaloidit që e bën ato pikant, ka veti natyrale vazodilatuara, të cilat kanë aftësinë të relaksojnë enët e gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe të ulim presionin e gjakut. Sasia e lartë e vitaminës C e pranishme të speca djegës gjithashtu i jep atyre përfitime kundër komplikacioneve. Në fakt, acidi aksorbik është një antioksidant i fuqishëm i cili do të forcojë sistemin imunitar, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira, mbron nga bakteriet dhe parandalon probleme të rënda. Për më tepër ndihmon tretjen dhe ka efekte analgjezike. Ka një konsum të ulët të kalorive dhe karbohidrateve dhe një prani të mirë të fibrave dietike, kështu që është veçanërisht i përshtatshëm për ata që ndjekin një dietë që nuk i shëndosh. Speci djegës është një produkt i shëndetit të mirë. Studime të shumta konfirmojnë këtë, si dhe një studim i paraprak i Institutit të Zemrës Vaskular Trakolar në Cleveland Clinic. Speci djegës në thelb. Ata që e konsumojnë mund të jetojnë më gjatë dhe ka një rrezik më të reduktuar të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare ose ndikimi i radikaleve të lira në shëndetin e tyre. Speci i kuqdjegës është një alternativë e çmuar për mbrojtjen e organizmit, duke reduktuar kështu komplikacionet. Për të analizuar efektet e specave të kuqdjegës në humbjen e jetës nga të gjitha shkaqet e sëmundjeve kardiovaskulare, studiuesit ekzaminuan 4729 persona nga 5 baza të dhënash kryesore globale për shëndetin. Të dhëna shëndetësore dhe dietike të mbi 570.000 njerëzve nga Shtetet e Bashkuara, Italia, Kina dhe Irani u analizuan për të gjetur dallimin midis atyre që konsumonin speca djegës dhe atyre që nuk e përdornin atë ose e përdornin në rrallë. Krahasuar me ato që nuk e konsumonin speca djegës ose e bënin këtë shumë rrallë, analizat zbuluan se njerëzit të cilët hanin speca djegës kishin një ulje relative me 26% të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare, 23% të humbjes së jetës nga radikalet e lira dhe 23% më të ulët të humbjes së jetës nga të gjitha shkaqet. Ne jemi të befasuar kur zbuluam se, në studimet e analizuar, konsumi i rregullt i speca djegës u shoqërua me një reduktim të përgjithshëm të rrezikut të gjitha shkaqeve, sëmundjeve kardiovaskulare dhe humbjes së jetës nga radikalet e lira, tha autori i studimit Bozu për Clinic Cleveland. Studimi gjithashtu vuri në dukje se sasia dhe lloji i specave të djegës të konsumuar ndryshon, duke i bërë më të vështirë nxjerrjen e përfundimeve se sa dhe çfarë konsumi mund të lidhet me përfitimet e tyre shëndetësore për organizmin tuaj. Speci i kuqdjegës është një nga alternativat më të mira të erëzave natyrale, të cilat do t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit. Efektet e tij në shëndetin tuaj do të jenë të larta. Disa speca t'i mbajnë larg dhe disa të tjerë nuk bëjnë dot pa konsumin e tyre. Por çfarë e bën specin djegës kaq special për organizmin? Diçka e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci i kuqdjegës është përdorur në mjekësinë tradicionale dhe pastruese është pikërisht ky përbërës, sidomos kapsaicina, e cila do t'jap efekte të mira në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kapsaicina është përbërës i aktiv në shumë lloje piperi, përfshirë edhe specat e kuqdjegës. Pikërisht ky përbërës u jep shije djegëse, shpjegon Jamie Allan, profesor i farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicina qëndron pas shumë benefiteve shëndetësore të specave të kuqdjegës, citon dietolog Alicia Ramsey. Por cilat janë përfitimet e mira të specave të kuqdjegës në dietën tuaj? Për shkak se kapsaicina rrit lehtë temperaturën e trupit, që do të thotë se ndihmon në ndjekjen e më shumë kalorive, speci i kuqdjegës mund të nxjisë metabolizmin.
Disa kërkime kanë vërtetuar se kapsaicin ndihmon kundër dhimbjeve për shkak të reduktimit të quajturës substanca P, një kimikat i rëndësishëm për transmetimin e dhimbjeve. Nëse përdorni një krem me kapsaicin, në fillim do të keni pak dhimbje dhe irritime, por më vonë do të ndjeheni më mirë. Përmban shumë antioksidant. Antioksidantët, ato substanca që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimet e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira, gjenden me shumicë të specat e kuqdjegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin dhe trigliceridet. Ndihmon me kongestionin. Specat e kuqdjegës ndihmojnë në pastrimin e kongestionit. Kapsaicina mund të zhbllokojë venat e gjakut në ujë duke çliruar kështu kongestionin. Mund të përmirësojë qarkullimin e gjakut në trup. Kapsaicina ka dhënë prova se redukton kolesterolin dhe trigliceridet dhe ndihmon që qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë ëmpiksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Por specat e kuqdjegës kanë edhe anën e tyre negative. Produktet pikante, përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë për këdo. Nëse keni probleme me djegjen e stomakut dhe urthin pas janë specat e kuqdjegës, duhet të bëni kujdes me sasinë. Ushqimet pikante si specat e kuqdjegës gjithashtu irritojnë zorët tuaja duke shkaktuar edhe diarre. Prandaj, ato duhet të konsumohen në masë dhe asnjëherë gjithashtu edhe në sasi të tepërta. Speci i kuqdjegës është një nga produktet që vështirë të mungojnë në tryezat shqiptare. Ai na pëlqen sa i bën gatimet më të shijshme dhe gjithashtu mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin. Sasia e specit të kuqdjegës duhet të jetë në doza të vogla në dietën tuaj. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, në gatime me mish, në supa ose në fasule. Niveli i nxehtësisë të specit mund të minimizohet duke hequr farat e tij. Farat duhet të hiqen duke përdorur doreza dhe të shmanget kontakti me syt. Vlerat dhe benefitet që do të ofrojnë në specat e kuqdjegës në organizmin tuaj do të jenë vërtet të mira. Duke u konsumuar brenda dozës së lejuar, i bën mirë shëndetit të stomakut. Një dietë e moderuar me speca djegës parandalon dhimbjet e barkut, gazrat në stomak dhe shtrëngimet. Mjekësia kineze rekomandon përdorimin e specave djegës për të garantuar një tretje më të mirë sepse ato stimulojnë qarkullimin e përshtypjes dhe sekrecioneve në stomak. Ajo është e mirë edhe kundër fytit të lënduar. Nëse përzjeni specat me vaj, mund të bëni gargar kur keni dhimbje fyti, por jo të gjithë mund ta bëjnë këtë sepse uji bëhet shumë pikant. Speci i kuqdjegës stimulon reaksionet që pastrojnë hundët dhe mushkërit nga mukusi dhe stimulojnë djersitjen. Gjithashtu, speci i kuqdjegës është i mirë për shëndetin e zemrës. Ka pasur një sër kërkimesh që kanë provuar se marrja e specave të kuqdjegës nga goja mund të ndalojë edhe një sër ndikimesh negative të shëndetit të zemrës. Speci djegës ul nivelin e kolesterolit në gjak dhe shkrin fibrën që shkakton formimin e trombozës. Speci i kuqdjegës është një produkt që fuqizon imunitetin. Vitamina A e njohur ndryshe si beta-karoten që gjendet te speca djegës shërben si një mburojë kundër patogjenëve dhe arrin të formojë membrana të shëndetshme mbrojtëse në rrugët e qarkullimit të ajrit, në mushkëri, në traktin urinar, duke rritur imunitetin ndaj problemeve. Speci i kuqdjegës ndihmon gjithashtu edhe për të rënë nga pesha në mënyrë më të lehtë. Nëse shtoni specat e kuqdjegës në vaktet tuaja, do ju vinë në ndihmë për rënien nga pesha sepse mund të përmirësojë tretjen. Speci i kuqdjegës ul urinë e tepërt që shkaktohet nga përthithja jo efikase e ushqimeve. Specat janë të pasur me antioksidant. Beta-karoteni që gjendet te specat funksionon si një antioksidant i mirë për të parandaluar ose rregulluar dëmet të shkaktuar nga radikalet e lira, si rrjedhoi parandalon arteriosklerozën dhe problemet e zorrës së trashë. Por tregoni kujdes. Si çdo ushqim tjetër, ju duhet të keni kujdes me sasinë e konsumit të specave, sepse ngrënia me tepritës mund të shtojë në ndjesi të djegjes së fytys, stomakut dhe të zorrëve. Nuk duhet t'i konsumoni nëse jeni nën 13 vjeç. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos u zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.